Po, mirëqenia psikologjike realisht është një temë e cila anashkalohet zakonisht në publik, po është shumë e rëndësishme, domethënë në mbar botën, nëse shikojmë domethënë arsyet pse njerëzit mungojnë punë, realisht nuk është as gripi as çështje tjera, zakonisht është mirëqenia psikologjike ajo kryesorja sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Çdo kohë, domethënë gjatë vitit, diku rreth 5.7% i popullatës globale, domethënë ka probleme për shembull me depresion. Probleme të tjera nëse i bashkangjisim, kjo shkon deri në 10%. Gjë që nëse shikojmë domethënë është diku rreth nga 800 milion njerëz deri në 350 milion njerëz kanë probleme me depresion, ndërsa diku rreth 800 milion njerëz me këto. Në suazat e Kosovës kjo i bën për shembull vetëm prej depresionit, nëse e kthejmë drejt për drejt, diku rreth 100.000 banorë që sado psikolog ose psikiatër ose personel tjetër me pas nuk ka mundësi me i adresu të gjitha këto nevoja, themi. Prandaj, domethënë një nga pikat që ne si departament e kemi edhe është nëpërmjet Institutit të Psikologjisë, që të zhvillojmë projekte që të adresojmë problemet para se të ndodhin. Tani kemi shumë projekte të ndryshme, si me UNICEF-in, si me organizata tjera ndërkombëtare, po edhe me fonde të Kosovës. Ne si një shoqëri që ka dalë nga lufta, domethënë kemi filluar domethënë konferencën me një folse e cila vjen nga King's College London, Londrës, profesoresha Hannah Kinsler, e cila prezantoi punën e saj që ka bërë në Krushën e Madhe me gratë të cilët kanë humbur burrat dhe të cilët janë përballuar me stresin posttraumatik mas luftës. Dhe nga një perspektivë pak më ndryshe, domethënë duke shikuar kuptimin e dhimbjes që ata e kanë pas. Ka qenë një prezantim interesant nga ajo, e cila pastaj domethënë do të publikohet edhe prezantimi edhe linqet ku mund të shohin njerëzit domethënë punimet e saj që i ka bërë me gratë e Kosovës. Pastaj kemi edhe domethënë prezantues që të kanë ardhur nga Turqia, nga Maqedonia e Veriut, po një pjesë shumë e madhe është nga Kosova, nga se Universiteti i Prishtinës ende nuk i ka domethënë atë ratingun që kemi më shumë aplikues, se fundi edhe nuk kemi fondet për të paguar udhëtimet e tyre për Kosovë edhe për kohën e konferencës. Po sidoqoftë këta që kanë ardhur me vetë financim realisht, edhe që është një sukses për neve. Definitivisht. Edhe po kemi pas shumë aplikime në aspektin edhe studentëve tanë që janë duke kryer doktoratura jashtë Kosovës, nga Universiteti i Ljubljanës e universitetet tjera. Dhe të gjithë këta kanë prezantime të ndryshme të cilët lidhen me mirëqenien psikologjike, që nga puna me shkollat me fëmijët që kanë nevojë speciale, me nevoja të veçanta, themi. Deri tek punimet të cilët kanë bëjnë me vlera jetësore, me ato që kanë bën të ndihemi mirë, të ndihemi të lumtur si qenie njerëzore. Edhe në atë aspekt, domethënë ka një ndryshueshmëri shumë të madhe të temave të cilat trajtohen në konferencë, po mos kemi pas shumë aplikime. Neve na u dashur si për shembull në 2 ditë sesionet e masditës ti ndajmë në 2 grupe, domethënë në 2 salla do të zhvillohet konferenca ose po zhvillohet momentalisht. Sa deri në ora 5 se është konferenca, pastaj mbyllet për sot, ndërsa nesër fillon nga ora 9 deri në ora 4. Domethënë psikologjia ka shumë hulumtime, të cilët faktikisht kanë filluar mu zbatu në shumë programe, edhe ndryshime të ndryshme të cilët bëhen edhe në legjislativë, edhe në këto, si për shembull ligji për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, ka qenë influencuar shumë nga departamenti jonë, ku kemi kërku, si për shembull, që të ndalohet luna tërësisht, domethënë në shkolla, ajo ashtu ka qenë edhe me ligjin që ka qenë paraprak për arsimin e parauniversitar. Kemi më shumë pjesëmarrës nga ndërkombëtar, po në të njëjtën kohë edhe të ofrojmë mundësi, domethënë për pjesëmarrje të tilla. Përndryshe ne kemi bë pjesëmarrje në konferencë, zakonisht paguhen edhe nga pjesëmarrësit, nga se si tash mos janë të akredituara. Këta përfitojnë certifikatat e pjesëmarrjes, e cila është një plus, domethënë edhe në aspektin e specializimit, edhe në aspektin e aplikimeve, nëse bëjnë aplikim ndonjë master ose mas masterit për doktoraturë. Po e kemi bërë pa pagesë kësi vjet, pikërisht për me mundësu që
çdo student të ketë mundësi të merr pjesë në konferencë. Prandaj kemi edhe një numër kaq të madh të pjesëmarrësve, edhe është dashur me nda, domethënë pjesën. Kështu edhe diçka të them se është shumë e rëndësishme, domethënë aspekti i bashkëpunimit ndërinstitucional lidhur me çështjet që lidhen me psikologji. Unë merr mirë që jam këtu në Urban FM, nga se ju keni një, domethënë supozoj që më shumë trit ju ndëgjojnë edhe për shkak të definitivisht ajo ke pyetja. Edhe është shumë e rëndësishme, domethënë ndërgjegjësimi i njerëzve për rëndësinë e mirëqenies psikologjike. Mirëqenia psikologjike, domethënë ne zakonisht shohim si një tabu temë ende është në Kosovë, domethënë njerëzit nuk, si më thon, nëse i pyet çfarë problemi kanë, zakonisht njerëzit mundin me thonë po mlem shpina, po mlem koka, po mlem qafa kështu. Ndoshta nuk kanë kurrë problemi fiziologjik, domethënë në aspektin mjekësor, po për shkak të stresit, për shkak të ankthit, për shkak të problemeve të ndryshme psikologjike i kthen ato në probleme psikosomatike, ne themi.